Krisja mes Gjestit dhe Eglit, lëvizjet në rrjetet sociale ngjallin dyshime. Një krisje duket se ka ndodhur në marrëdhënien mes Gjestit dhe Eglit, dyshës që morën shumë vëmendje gjatë dhe pas Big Brother VIP. Shkak për dyshimet është bërë sjellja e tyre në rrjetet sociale. Këngëtari ka fshirë të gjitha postimet nga profili i tij në Instagram, ndërsa Egli ka lënë vetëm disa prej tyre, por duke zhdukur Gjestin me gjithë fotot nga dasma, e cila më parë i kishte shpërndar me entuziazëm. Nuk dihet ende nëse ka pasur një ftohje mes tyre apo nëse pas përfundimit të spektaklit, ata kanë vendosur të vazhdojnë lidhjen vetëm si miq. Megjithatë, çdo lëvizje e tyre ka tërhequr vëmendje të madhe. Zërat për një ndarje u nxitën më tej nga komentet e Eglit në post Big Brother VIP, ku ajo mohoi një marrëdhënie të mëparshme me Marion, djalin që ishte parë shpesh në shoqërinë e saj përpara nisjes së spektaklit. Mario ka qenë instruktori i kunatit tim, ky është i vetmi kontakt. Nuk kam qenë në një marrëdhënie para se të niste Big Brother VIP. Unë jam ushtruar për një farë kohë në palestrën që ka qenë Mario, por më pas jam larguar, tha Egli. Ndërkohë, Gjesti qëndroi i heshtur krahas saj. Në rrjet janë rikthyer fotot e bujshme të Eglit dhe Mario Oldashit, të cilat kishin qarkulluar më herët. Edhe pse Egli justifikoi ato si pjesë e një grupi shoqëror në pishinë, afrimiteti në pamje linte pak vend për dyshime. Për më tepër, shëndrimet e saj aktuale bien ndesh me deklaratat e mëparshme, ku kishte mbrojtur Marion si një shok të ngushtë, pranë të cilit ndjehej mirë. Por ajo që bëri Egli në këtë postim është shëndim për të gjithë shqiptarët, duke i futur të gjithë në një fes dhe duke i quajtur "O Shqipëri e qelbur, e prapa mbetur", dhe a do t'ja fali shqiptarët e qelbur këtë Eglit nga të cilët jo pak herë ka kërkuar për krahje, do ta tregoj koha. Të gjitha këto zhvillime kanë sjellë një erë dyshimi mbi marrëdhënien me Gjestin. Me fshirjen e fotove dhe deklaratat kontradiktore, nuk duket se marrëdhënia është në gjendjen e saj më të mirë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!